Tani në ligjet e direktit do të jemi me Pano Soko, ekspert ekonomie. Pano, përshëndetje dhe faleminderit që pranova. Se u gjeta. Atëherë qeveria po prezanton paketën e maleve si një nisëm që do të nxjisë rikthimin e emigrantëve dhe investimet në zonat malore. Nga ana tjetër, qytetarët po protestojnë për 54 ditësh tashmë. Thonë se ky është një mekanizëm për të kaluar pronat pa zot ose pronat publike a oligarkëve. Si e vlerësoni ju këtë paketë? Natyrisht që kjo është në vazhdim e gjithë iniciativave të tjera që ka pasur qeveria shqiptare, nuk fillon me paketën e maleve, nuk do të mbarojë te paketa e maleve. Kjo është ajo që ka bërë me Brexitin, tashmë ju kthe maleve. Ligji për investime strategjike ishte pavarësisht se si u deklarua në fillim, pavarësisht se kush ishte qëllimi i bërë publik në momentin e prezantimit, në momentin e miratimit të ligjit, u pa që ligji për investime strategjike ishte një ligj i cili synonte ndarjen e Brexitit në copa për t'ja u dhënë njerëzve që ishin afër pushtetit. E njëjta gjë do të ndodhi edhe me paketën e maleve. Pra ideja është të merret, pra natyrisht krijohet faciliteti ligjor që të merren pronat e qytetarëve, ato prona që janë marrë dhe që s'janë marrë, por që duhet, domethënë me të drejtë takojnë dikujt tjetër, të merren dhe t'i jepen në shfrytëzim këta njerëzve që janë afër pushtetit. Ky është një skenar që është parë. Domethënë ne kemi parë gjithkohon këtë skenar, nuk është një gjë e re, nuk është nuk është një rufe në qiell të pasur, qielli është plot re, ka vite që është plot re, kështu që rufet janë të zakonshme. Dhe kjo është një ngjarje që pavarësisht se shitet po mendohet të shitet, në fund fare është skenar që e kemi parë një herë, pa me investime strategjike, pa të çfarë bë me Brexitin, pa çfarë bë me ligjin për portet, do të thënë po qoftë edhe me korporatë në investimeve. Më kupton pronat publike të cilat u morën edhe do po përdoren tani si kolateral për ndërtimin e bizneseve private, duke na marrë gjithë neve dhe duke ato njerëz apo tjetër. Është një mundësi zhvillimi apo një rrezik për pronën publike? Shiko, mundësi zhvillimi, çfarë do të thotë zhvillim? Çështja është diskutimi parsor këtu është çfarë është zhvillimi. A është ndërtimi një aseti ekonomik i cili do të përfitojë, do të çojë përfitime ekonomike për një ose për disa njerëz saktuar duke na marrë të gjithëve ne pronën tonë ekonomike? A quhet ky zhvillim? Pra nëse shoqëria bie dakord që ky është zhvillim, atëherë natyrisht kjo do të prodhojë zhvillim, sepse dikush do të investojë në pronën e përbashkët tonën apo në pronën, qoftë edhe në pronë private, të rrëmbyer, do të investojë dhe do të fitojë para ai. Po çfarë kush është qëllimi bazë që kemi ne si shoqëri? Pra, ideja është që nëse ne kontribuojmë që të gjithë, sepse prona e gjithëve është kontributi i të gjithëve, atëherë nuk mundet që kontributin e të gjithëve ta përfitojë vetëm një person. Pra, ky nuk është zhvillim, ky mund prodhoj të mirë materiale, mund prodhoj vëllim ekonomik, mund prodhoj të ardhura financiare. Por zhvillimi është kur të ardhurat financiare i marrin atyre që ju takojnë dhe prona publike është të gjithëve. Nuk është vetëm e njëri dhe tjetrit, se po e banalizoj fare. Përse të ketë të drejtën, nuk e di Zamir Mane për të marrë dhe mos ke mund, apo juve, apo çunat e regjisë aty. Pse është kjo padrejtësi? Pse ata kanë aksesin dhe ne s'kemi aksesin? Prona është e përbashkët e të gjithëve. Sepse prona publike është e të gjithëve. Atëherë pse ata kanë akses, ne s'kemi akses? Kjo padrejtësi nuk është zhvillim. Sepse zhvillimi në vetvete nuk është thjesht të ardhurë ekonomike, zhvillimi në vetvete është që e ardhura të shkojë dhe të shpërndahet në mënyrë të drejtë të gjithë qytetarët. Shqipëria është e të gjithëve, toka është e të gjithëve, prona publike është e të gjithëve, dhe të ardhurat që vjen nga ajo do duhet t'i përfitojmë që të gjithë ne. Jo t'i përfitojnë ata që do Rama apo çdo kryeminist tjetër që mund të jetë tani, mund të jetë në pushtet për një kohë të caktuar. Ky nuk është zhvillim, ky është regres madje. Kjo është e mbrapa. Një nga kërkesat kryesore të protestës që është zhvilluar sot para kuvendit është anullimi i paketës së maleve. A mendoni se qeveria do të tërhiqet nga kjo nismë, apo kryeministri Rama do vijojë ta mbrojë atë pavarësisht kundërshtimeve dhe protestave që po ndodhin? Shiko, unë kam thënë në daljet e tjera publike, përpara se të miratoj shfuqisimet e ligjit për zonat e mbrojtura, 21-24, apo paketën e maleve, apo ligjet të tjera, Rama më mirë i këm vetë. Dhe prandaj kërkesa kryesore jona është
atyre që dalin protestojnë të paktën është të iki Rama. Sepse këto janë ato që kanë marrë peng Rama. Pra këto janë ligjet që marrin peng Rama. Rama nuk mund të shkëputet dot nga pengu, do të iki vetë. Nuk do ta bëj asnjëherë politikisht, ai e ka deklaruar dhe unë e besoj që për sa kohë ai të jetë kryeministër, ligji për zonat e mbrojtura do vazhdoj të jetë po ai që është. Paketa e maleve do të eci përpara. Kupton siç ecën përpara këto paqja fiskale, këto investitorë strategjike etj. Pra, ata do të vazhdojnë të ecin përpara me projektet e tyre dhe natyrisht për të ndaluar këto projekte duhet me ndalu ato vetë iniciatorin e projektit. Pra për ndalu trenin duhet me ndalu lokomotivën. Tuaj kot vagona me ndalu ti, po ndaloj lokomotiva nuk ndalon trenin. Dhe prandaj them që vetëm zgjidhja është tiki Rama. Nuk ka zgjidhje tjetër. Bashkimi Evropian i ka kërkuar qeverisë shqiptare të rishikojë ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura. Sa gjatë sa shihni që qeveria të reflektojë ndaj këtij qëndrimi të BE-s dhe të bëjë një ndryshim ligji? Ta thash dhe pak më para, nuk besoj se Rama ka vullnetin për të ndryshuar diçka nga ato që janë kolonat e strategjike të qeverisë së tij. Kolona strategjike e qeverisë së tij është merr pronë publike, merr asete publike, merr para publike, vëj në funksion të 1, 2, 3, 20, 30 vetave. Kjo ka qenë strategjia e tij, këto kanë qenë kolonat e strategjisë politike të Ramës, dhe nuk besoj se do ndaloj tani pas 13 vjetësh pushtet. Pavarësisht kërkesës që ka bërë Bashkimi Evropian, Rama nuk është e parë që do të përpiqet të rezistojë sa më shumë. Nuk besoj se ka për ta kthyer. Ai ka thënë që nuk e kthejmë ndryshimin për ligjin në ligjin për zonat e mbrojtura, kështu që unë jam i prirur ta besoj sepse kam parë dhe herë tjera që në momentin që ai e ka miratuar një ligj, se do të ishim akoma në fazë miratimi, po jam dakord që ndoshta presionin e Bashkimit Evropian do të bënte që deputetët të trembeshin disi dhe të mos ta miratonin. Por tani që është miratuar, harrohet ti se e heqin ata nga e anulloi ligjin prapë. Nuk bëhet asnjëherë domethënë. Nuk e rrezojnë ligjin ata. Për mendimin tim unë nuk besoj se ai do ta bëjë. Nuk besoj se do ta kthejë ligjin për zonat e mbrojtura. Ai do vazhdoj të bëjë të njëjtën gjë që ka bërë deri tani, do fillojë të argumentojë, të flasë, të mundohet të bind njerëzit pse është i mirë, pse nuk është i keq etj. Domethënë peizazhi, jo po zonë mbrojtur, jo po peizazhi mbrojtur, jo po. Domethënë do ta kaloj kohën me të tilla gjëra, por nuk ka për të marrë vetë. Nëse këto nisma miratohen pa ndryshime, çfarë pasoja shafatgjata mund të ketë për pronën në Shqipëri? Po kjo do të jetë, le të themi, gozhda në figurin e pronës si e drejtë në Shqipëri. Pra, nëse edhe paketa e maleve bëhet aktive, besoj se e kemi mbyllë dhe qivuri, pra se ne kemi fut qivur pronën. Me 7501 me gjithë aktet që janë bërë më mbrapa, që me legalizimet, me ligjin për legalizimet, me gjitha këto domethënë ne kemi futur në arkivol pronën. Me paketën e maleve besoj se i vëmë dhe goshtën e fundit edhe e paketojmë një herë mirë. Kjo është pasojë që pritet të ketë nëse miratohet dhe paketa e maleve. Dhe nëse vazhdon të jetë aktive, të jetë funksionale, pra ta kryejë misionin e vet. Se plazhin e humbëm. Po kupton, sot i flasim, po gjeni 1 kilometër plazh ku mund të investohet sot. S'ka. Ka mbaruar gjithë. E morëm. Kush e mori, e gëzoi, ka bërë prona, ka bërë gjitha, ka regjistruar në hipotekë, iku plazhin. S'kemi më plazhin. Ne tjerët nuk kemi më. S'kemi as aksesin, as të drejtën, as mundësinë. Asnjë gjë s'kemi. E njëjta gjë ndodhe me malet. Dhe kjo do i vëj dhe pash. Do i vëj goshtën e fundit dhe do mbaroj punë me çështjen e pronës së Shqipëri, e grabitën, e morën, gjithë në tjerë do i me gishtë në gojë dhe hajtë më pashë. Po shtohet perceptimi se Shqipëria po përgatitet gjithnjë më shumë për investitorët dhe qytetarët, le të themi qytetarët e huaj, turistët. Ndërsa shumë shqiptarë ndihen të përjashtuar nga zhvillimi ekonomik. Si e shihni ju këtë prirje dhe çfarë pasojash mund të ketë për të ardhmen e vendit? Shiko, të kuptojmë, nuk po bëhet gati për asnjë nga këto kategori. Shqipëria po jepet në pjatë disa njerëzve. Pra, të cilët nuk janë as investitorë dhe as turistë. Janë njerëz me emër dhe mbi emër, që jetojnë në Shqipëri, kanë 30 vjet që bëjnë pasurinë në Shqipëri, ndoshta 30 jo, po mbi 20 vjet që bëjnë pasurinë në Shqipëri. Kjo lidhen që shkojnë nga një qeveri te tjetra, nga një kryeministër te tjetri. Kjo po ndodh me Shqipërinë. Prandaj njerëzit janë të përjashtuar sot.
Jo sepse ka ardhur dikush nga jashtë apo po e bëhet gati investitor, jo. Kjo është opertura e bukur mbi të cilën qeveria do donte që ta ndërtonte debatin. Pra, do donte që të gjithë ne të debatonim a janë investitorët përballë qytetarëve apo janë turistët përballë qytetarëve? Jo, jo, s'janë as turistë as investitorë ata. Ata që janë përballë qytetarëve janë disa njerëz që njihen me emër me mbiemër, që kemi 25 vjet që i njohim, që të paktën nga viti 2000 që i njohim, që i shkojnë mbrapa që nga Fatos Nanos, i kanë vajtu Sali Berishës mbrapa, po i shkojnë Edi Ramës mbrapa dhe që e kanë marrë këtë vend. Pra e kanë përvetësuar këtë vend, e kanë bërë pronë të tyre këtë vend. Kjo është përballja reale që kemi ne. Pastaj mënyra se si mundohet që t'i vishet debatit pisi i dialektikës mes investitorit dhe qytetarit apo turistit dhe shqiptarit, më kupton, domethënë kjo është metodë propagandistike, nuk ka lidhje. Më kupton? Nuk po diskutojmë për investitor, këtu po diskutojmë për grabitca. Pra, njerëz që marrin pronën tonë të gjithë dhe e përdorin për të mirën e tyre personal. Kaq, kjo është grabitje, sepse këtë bën ai bankës, merr paratë të gjithëve ne dhe i përdor për veten e vet, kur vetë grabit bankën, një hajdut. Të njëjtën gjë bën edhe ky. Vetëm se ky e bën në formë të sofistikuar, e bën me ligj, e bën me VGM etj, po në thelb është e njëjti proces. Pra shkon me një gjë që na takon të gjithë dhe e përdor për të mirën tënde. Ai tjetri studi bankët vetë vjet bankët, janë lekë të gjithëve, ky tjetri vetë vjet pronën, janë prona të gjithëve. Nuk ka ndonjë ndryshim nga ata. Por të lutem më ndiqte fakti që nuk është një përballje mes investitorëve dhe qytetarëve. Pra mes klasave sociale, më kupton? Nuk është një përballje e tillë. Jo, përballja është grabitit përballë të grabiturve. Kaq. Ju keni mbështetur dhe protestat gjithashtu, disa prej nismave kundër qeverisë. Si e shikoni vazhdimsinë e tyre? Unë shoh një rezistencë të admirueshme, me thënë vërtetën. Natyrisht, nëse do të më kishte pyetur në datën 5-6 qershor, ti e shikon këtë protestë, nuk e mendoja asnjëherë që në datën 23 korrik unë do isha këtu dhe do diskutonin prapë për protestët. Pra, në historitë e protestave në Shqipëri, të cilat unë kam marrë pjesë në shumë prej tyre, kjo lloj rezistence nuk është parë ndonjëherë. Pra, kjo formë vendosmërie, kjo formë rezistence, ky moment ngavnimi nuk është parë ndonjëherë në asnjë protestë. Dhe jemi të gjithë në terren të panjohur, sepse asnjëri s'ka qenë ndonjëherë dëshmitar për të krijuar një eksperiencë mjaftueshme për të dhënë mendim mbi atë që ndodh me protestë kur zgjat 2 muaj, më kupton, se dim, asnjëri për ne nuk ka qenë ndonjëherë dëshmitar. Nuk kemi pas në protesta i ka zgjatur, nuk kemi pas protesta i ka zgjatur më një javë. Maksimumi një javë, javën e dytë ishte protesta e studentëve, që zgjati 8 ditë. Dhe kaq maksimumi. Më kupton, pra prandaj jemi në territor të panjohur tani. Unë shpresoj që të vazhdojë, rezistenca është aty, emocioni është aty, vendosmëria është aty, pakënaqësia natyrisht që vazhdon të jetë aty, sepse pakënaqësia është aty se korrupsioni është aty. Prap, hajdutët janë aty prap. Kështu që pakënaqësia do vazhdoj të jetë në protestë. Dhe po falni, shpresoj që të vazhdojë. Nuk e di se si do të shkojnë në periudhën e gushtit, por nuk e shoh problem edhe nëse ndalon në një moment caktuar, sepse kjo drama që po përpiqen ta sjellin këta, jo po erdhën më pak sot, jo po ishin më domethënë duke filluar duke bërë kështu numerime matricore, më kupton? Kjo është budallik me brirë, sepse unë nuk e diskutoj që ndoshta në gusht mund të ndërpritet, sepse njerëzit do të vazhdojnë jetën e tyre, do të shkojnë ka për prenotime, kanë fëmijë, kanë familje etj. Por nuk shpëton dot. Pra, po pavarësisht protestave, qeveria akoma nuk ka dhënë një sinjal apo tërheqje. Si e shpjegon ju këtë? Shiko, nuk do të vi asnjëherë me njëherë. Unë ja kam shpjeguar dhe atyre që bashkë kushtetarëve të mi të protestës, që shiko, kjo është një luftë rezistence. Pra, kjo nuk është një luftë blitzkrieg që ti bën një sulme dhe ai dorëzohet. Jo, pushteti është, sidomos pushteti i Ramës sot në Shqipëri është jashtëzakonisht shumë i fuqishëm për të dorëzuar me njëherë. Dhe ju kam thënë që duhet të bëhemi gati si në Serbi, pra ndoshta edhe një vit protest. Pra, ne do duhet të jemi gati për skenarin e gjatë. Por ky është i vetmi skenar. Pra nuk shoh asnjë skenar tjetër. Nuk ka asnjë lloj forme tjetër që na ndjer fitimtar në fund. Më kupton, përveç se faktit të qëndruar të rezistuar.
aty në shesh do ditë civil, sepse kjo është ajo që vërtet e gryen. E gryen një pushtet autokrat. Nuk e, do të arëzosh me shumë dhunë, pra ti duhet të kesh ushtrin nga mbrapa etj dhe të bësh puç shteti, ose me protesta paqësorë do duhet të rish aty çdo ditë për të dhënë kundër modelit. Ose ti do të duhet që të, pra do të ndodhte si kujt nuk e di si vendet e Afrikës, që çohet një general, merr ushtrinë dhe vetë shkon në zonë atë që është kryeministri atë moment. Kjo është modeli afrikan. Ka dhe një model tjetër që është modeli evropian, që ti qëndron, ti reziston pushtetit. Qëndron në shesh, civil për të dhënë antitezën, për të dhënë antimodeli. Modeli ti është ai i dështuari, modeli jon duhet të jetë ai fitimtari. Kupton? Dhe antimodeli jon, antimodeli referuar modelit të Ramës, duhet të jetë i tillë, rezistencë civil të vendosur. Kaq. Zoti Pano, të falenderoj. Kënaqësi dhe për mua. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.